PD po bën të gjitha përpjekjet për të marrë mandatin e Ali Mehmetit, që unë e kam në studio, doktorin, që është miku i gjithëve në përgjithësi, duke kërkuar rishikim të votave të pavlefshme. Ç'është qëndrimi juaj duke qenë se bëhet fjalë për mandatin e dytë që ka marrë partia juaj? Ka rrezik të mbetesh vetëm ti aty. Ç'kupton me këtë? Cili qëndrimi? Po. Qëndrimi shumë i thjeshtë, kjo është një tentativë për të rrëmbyer mandatin e Partisë Mundësia, mandatin e dytë. Gënjeshtra e parë është që nuk janë 100 vota, por janë mbi 1200 vota. Është diferenca e votave, ose votat që do i duheshin Partisë Demokratike që të na rrëmbente mandatin, dhe që duhet të dalin nga jashtë quajti rinumërim që kanë kërkuar. Nga ana tjetër kanë kërkuar një rinumërim, po vetëm për votat e pavlefshme, ndërkohë që shumë mirë ta bëjnë rinumërimin. Ne kemi monitoruar gjithë procesin e numërimit, kemi parë edhe videot, dhe po i kontrollojmë një pjesë të mirë për tyre, po thashë 100 kuti janë numëruar dhe diferenca e votave ka një diferencë shumë të vogël midis proces verbaleve dhe çfarë del nga videot e numërimit. Dhe pjesa më e madhe e këtyre shkeljeve në fakt janë vota të pavlefshme që janë quajtur Partisë Demokratike. Kështu që në bazë të këtij monitorimi që kemi bërë, ka shumë gjasa që nëse do ndodhi vërtet rinumërimi, diferenca e votave do thellohet më shumë se sa do përmirësohet në favor të Partisë Demokratike. Kështu që me pak fjalë të gjithë janë vetëdijshëm, e dinë shumë mirë që në mënyrë të ligjshme është e pamundur që t'i marrin mandatin me Partisë Mundësia. Por ajo që Kështu këta mund mendojnë tani që jo Ali Mehmeti, se Ali Mehmeti është shumë i qartë, se unë fola rastisht dije me këtë, për këtë problem, po thonë që ne e bëm dhe përpjekjen tani, e kupton? Ti thua po të bëhet kjo, ti thellohet për ajo Le ta bëjnë, nëse do të bëjnë, ta bëjnë. Ajo që bën përshtypje është fakti që ndërkohë që flitet për farsën elektorale dhe për kapjen apo për manipulimin e procesit zgjedhor, në fakt unë jam dakord, është e vërtetë që ka ndodhur. Në vend që të merren me atë, do të gjejnë mënyrën se si të tjetërsojnë vullnetin e votuesve, duke i marrë mandatin Partisë Mundësia. Agron, unë kërkova këtë ndryrje, bëra shpjegimin për arsye se ishte deputeti juaj ai që ka pretendimin në Partia Demokratike që ishte 100 vota larg, ju e shpjegua që ishte 1200, dhe është një proces si do që të ndodhe, si do që të bëhet, po në fakt ne themi të drejtën, sikur kjo të ndodhte si vjedhje, do ishte vjedhja me voglore, që të jepnin këtij doktorit. Po, bëj shaka, ha? Nuk besoj se Iliri, unë e njoh Ilirin, sigurisht, kam shumë respekt për Ilirin, dhe jam i bindur që Iliri nuk ka lidhje me këtë skenar. Sigurisht jo. Skenar që i gjanë më shumë teknikave të vjetra të mënyrës së bërit politik në Shqipëri, dhe nuk besoj se do ta pranonte një mandat të fituar në këtë mënyrë. Doktor, kene një për të Agronit, da pas? Jo, unë me Agronit jam nëse mund të aqyj mik, lejonit të aqyj, pastaj se kemi bashkëpunu pranë brenda Partisë Demokratike me radhë, kujdes, me drejt unë i lash kohë, pse? Sepse edhe kodi elektoral numëron të njerë mandatet, numëret e mandateve, dhe më pas vendoste kandidatët dhe vendoste emra. Jo, jemi korrekt. Dhe me drejt duke qenë kryetar Partia Agroni, shef numrat e mandateve në fillim fare, ne ishim kandidat listës hapur. Mandatet numëroheshin në fillim. Dhe gabimi shumë i madh që po shoh që këto ditë, se dhe mediat po i shoh këto lajmet, duket si po i vejnë emër mandatet. Nuk është kështu në kot. Numri e mandateve patjetër mbrohen nga partitë përkatëse, çdo parti mbron numrin e mandateve vet. Pastaj hyn kandidatë listave të hapura. Tjetër thuaj. Po i vën emrin mandatit të kandidatit Agronit. Pse do t'i vesh emër mandat? Nuk ka emër mandati. Pastaj është ke listat e hapura atit që i takon, simbas proces. Disa njerëz nuk kanë fut fare emra në listat mbyllur, kanë qenë vetëm listat hapura me radhë, secili e ka zgjedh vetë këto. Por me drejt partitë mbrojnë mandatet e veta. Dhe kjo është arsye edhe pse po e fliça, nuk ka qenë kjo motivi.
Unë kam marrë 18.125 vota numëruar në Bashkinë e Tiranës, përfshirë këtu dhe diasporë, pra në qarkë Tirana, dhe këto 18.000 vota flasin vetë dhe kanë zërin e tyre, pa pas nevojë për me diskutu neve gjëra tjera. Pastaj procesi shkon përpara brenda ligjit, institucionet e me radhë. Unë këtu 18.000 vota. Unë s'kam bërë kërkesë për rinumërim. Jo, s'kam të kjo më jo. Kështu që ku qëndrojmë? Pyes një mua dje për e kishe një gjë fare të panjohur, siç më ndodhi para shumë ditësh me një kryetar të një partie të një qarku, të një dikujt tjetër, të një qyteti tjetër. Domethënë, doktori vetë nuk është se kishe dieni dhe ishte mprehur për këtë punë. Është një gjë duket si më shumë e sajuar se sa. Po unë isha i detyruar ta merrja si material si thuash për ta diskutuar këtu dhe besoj s'kemi ndonjë gjë tjetër. Le ta shohim çik më kështu. Shive, ku ka rezultate të ngushta, sigurisht që ka. Patjetër ka i vëmendje dhe dikush thotë, ore këtu ishte në një hapësirë apo s'ishte në një hapësirë. Këtu ka vend për analizë dhe për diskutim. Dhe kur ka afate kohore dhe teknikalitete që përdorë dhe mund çdo parti përdor ato. Mendoj unë, ta tillë kur ka rezultate të ngushta. Jam dakord që nuk është keqinda, pra unë bëra një llogaritë shpejt e shpejt, nuk del 1234, nuk e di tash nëse më Aq është pak a shumë. 1234. Po pse PD-ja e dinte 100? Apo po PD-ja shumë ka mbetur ai shumëzimi që bën Luli aty. Pra kjo është për të qenë korrekt, kjo është për të qenë korrekt. Dhe në fund fare ditës, qytetarët flasin vetë, unë jam dakord që sistemi elektoral ka mangësira shumë të mëdha, nuk i përkthen votat në mandate si që duhet të përkthej, sepse është e pamundur të thush që dikush merr një mandat dhe merr 60 dhe sa mi vota, po merr një mandat. Dikush tjetër ka 15.000 vota më shumë, po ka 3 mandate, 15.000 vota më pak, po ka 3 mandate, apo në rastin tonë Tiranë. Ka shumë, mendoj unë që gjëja e parë që duhet bëj ky parlament është që këto kod ta zhbëj. Sigurisht. Sepse një kod që nuk përkthen votën në përfaqësim, nuk është kod. Nuk është kod. Agron, kemi ta mbyllim? Si mendon? Faleminderit shumë atëre. Falenderoj shumë. Faleminderit, natën e mirë bashkë. Natë. Kemi një pyetje për Shej Niku, por Niku. Për punë e kodin, nëse do ta ngasen pak. Diskutojmë, kjo është një gjë më e njohur në Shqipëri dhe është një kod diskutuar disa. E kemi diskutuar gjithsesi dhe është një gjë, është një kod maskaradë, me thënë drejtë. Jo, desha vetëm një pyetje për një maskaradë doktorin. Patjetër. Doktor, kur është formsuar lista, pa marrë parasysh që ju një vit më herët keni deklaruar që unë jam për listat hapura dhe do mbetem aty.